Komisioni i Ndihmës Shtetërore ka miratuar autorizimin e ndihmës shtetërore mbështetje për incentiva të reja për grupet në nevojë i botuar në fetoren zyrtare. Skema e mbështetjes me ndihmë shtetërore është për individët dhe grupet më vulnerabël. Fondi i miratuar nga buxheti i Bashkisë Tiranë është gjithsej 16 milion lek, ku çdo përfitues i skemës do të mbështetet në shumën 800.000 lek. Qëllimi i skemës është të stimulojë idetë dhe sipërmarrjet inovative të grupeve në nevojë, duke i ofruar mundësi për integrim në tregun e biznesit dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Skema mbështet krijimin e mundësive për zhvillimin e bizneseve nga individë dhe grupe vulnerabël. Përfitues janë të gjithë NMV-t, duke ju nënshtruar një procesi të ndarë në 3 faza, ku në fazën e parë kandidatët e pranueshëm aplikojnë me idenë e tyre bazë për biznes përmes formularit të aplikimit. Mëtej vijon faza e dytë, ku aplikantët e pranuar marrin pjesë në trajnime për aftësitë e përgjithshme të biznesit dhe zhvillimin e planit të biznesit, dhe vetëm atëherë ata dorëzojnë planet e biznesit. Këto plane do të konkurrojnë për mbështetje me grant. Si dhe faza e tretë, ku fituesit e njoftuar do të firmosin një kontratë 12 mujore për të marrë financimin e grantit dhe mbështetje këshilluese. Projekti do të zbatohet në territorin e Bashkisë Tiranë, ku dhënësi i ndihmës dhe autoriteti i përgjegjës për zbatimin e masës është Bashkia Tiranë. Skema do të zbatohet gjatë vitit 2025 dhe synon ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, pra NMV-t, të cilat do të përfitojnë një avantazh ekonomik në formën e aksesit në financë. Avantazhi do të jepet për NMV-t fituese si rezultati i procedurës së përzgjedhjes të aplikimeve fituese, të cilat do të kryejnë aktivitet ekonomik në prodhimin e mallrave ose në ofrimin e shërbimeve që tregtohen ndërkombëtarisht. Ndërkohë, ndihma do të jepet për një periudhë financiare prej 3 vitesh. Sipas vendimit, përveç rasteve të parashikuara me ligj, ndalohet çdo ndihmë dhe nga burime shtetërore që shtrembëron konkurrencën, duke dhënë përparësi për një ose disa ndërmarrje të caktuara për prodhimin e produkteve të caktuara. Çdo përfitues i ndihmës duhet të nënshkruajë deklaratën e ndihmës de minimis dhe të dorëzojë një kopje të deklaratës pranë Bashkisë Tiranë. Vlera totale e ndihmës e dhënë një ndërmarrje nuk duhet të kalojë 14 milion lek sipas vendimit.